Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Keni dhimbje kockash dhe kyçesh, mjeku jep urdhër, duhet të merrni këtë vitaminë. Nivelet e ulta të vitaminës D, magnezit dhe vitaminës B12 mund të shkaktojnë dhimbje në këmbë, në kocka dhe në kyçe, për shkak të ndikimit të tyre në sistemin e nervave të muskujve dhe të këmbëve. Në këtë video, sipas Brejcaj, do ju shpjegojmë se cili prej këtyre mungesave mund të ndikojë në shëndetin tuaj të dhimbjeve të kockave, të kyçeve dhe të nyjeve. Vitamina D. Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin e kockave dhe të muskujve. Nivelet e ulta të vitaminës D mund të çojnë në një gjendje të njohur si osteomalacia ose zbutja e kockave që mund të shoqërohet me dhimbje të muskujve dhe dobësi. Kjo gjendje mund të shkaktojë ndjesi të dhimbjeve të këmbëve, të kyçeve, të nyjeve të tjera. Magnezi. Magnezi është një mineral i rëndësishëm për funksionin e muskujve. Mungesa e magnezit mund të shkaktojë bllokime muskulare të padëshiruara dhe dhimbje të tyre. Një gjendje e muskujve e njohur ndryshe si tetatin. Prandaj, nivelet e ulta të magnezit mund të lidhen edhe me dhimbjet e këmbëve. Vitamina B12. Nivelet e ulta të vitaminës B12 mund të çojnë në një gjendje të njohur si anemia, e cila ndikon në formimin e rruzave të kuqe të gjakut. Kjo mund të shkaktojë lodhje dhe dobësi të muskujve, duke përfshirë edhe këmbët tuaja. Është e rëndësishme të kujtoni se simptomat e niveleve të ulta të këtyre vitaminave nuk janë gjithmonë të kufizuara në pjesë të trupit. Ato mund të shfaqen në mënyra të ndryshme dhe në zona të ndryshme të trupit. Nëse keni dyshime rreth nivelit të ulët të vitaminës D, magnezit ose vitaminës B12, është e nevojshme të konsultoheni me një mjek për të bërë testimet e duhura, si dhe të merrni një recetë të saktë për trajtimin e mungesës së vitaminës sipas nevojës suaj. Kjo mund të lehtësojë simptomat dhe të parandalojë dëmtime të mëtejshme të kockave tuaja dhe dhimbjeve që mund të keni në nyje dhe në shëndetin tuaj. Në çdo fazë të jetës sonë, ushqimi i mirë është investimi më i mirë që mund të bëni për shëndetin. Kjo është një arsye pse është e dobishme të zgjidhni me kujdes ushqime të cilat mbushin edhe dietën tuaj. Disa zgjedhje mund të jenë më të mira se të tjerat kur bëhet fjala për kockat, por ka disa lëndë ushqyese që nuk duhet t'i neglizhoni nga dieta juaj. Duke ditur kështu rëndësinë për të pasur kocka më të forta, duhet të përfshini në dietën tuaj jo vetëm produkte të vitaminave dhe mineraleve në formën e suplementeve, por edhe të konsumoni ushqimet, të cilat i përmbajnë këto element ushqyes. Jo vetëm që ju ndihmojnë të lëvizni dhe të qëndroni në këmbë, kockat gjithashtu ndihmojnë që të mbroni organet e brendshme delikate dhe të furnizoni me minerale kyçe si kalciumi dhe fosfori, të cilat janë shumë të rëndësishme për të gjithë organizmin tuaj. Ekspertët thonë se ajo që ham dhe aktivitetet që bëjmë gjatë viteve kanë ndikime të mira në shëndetin e kockave. Prandaj në dietën tuaj për të pasur kocka më të forta duhet të përfshini produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit janë të pasur me kalcium, i cili kontribon edhe në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyrë dhe kosi janë burimet kryesore të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasur me vitamina të tërshme në yndyrë, pikërisht vitamina A dhe vitamina D. Frutat arrore. Frutat arrore përmbajnë më pak kalcium, por ofrojnë dy lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave, përkatësisht magnezi dhe fosfori. Magnezi ju ndihmon të thithni dhe të mbani kalciumin e kockave tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave sepse afërsisht 85% e fosforit gjendet në organizëm dhe mund të gjendet te kockat dhe të dhëmbët. Farat kanë vlera ushqyese të ngjashme me arrat dhe janë shumë të rëndësishme për strukturën tuaj të kockave. Farat ju sigurojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fiber dhe acide yndyrore omega 3, të cilat përmbajnë acide yndyrore të pangopura që zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe ruajnë funksionin e qetë të trurit dhe sistemit tuaj nervor. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile ofrojnë disa lëndë ushqyese që mbështesin shëndetin e kockave, të tilla si vitamina K dhe kalciumi. Mjekët thonë se vitamina K funksionon së bashku me kalciumin dhe mungesa e saj mund të shoqërohet me osteoporozë dhe me fraktura. Perimet me gjethe jeshile, përfshirë edhe rukolën, spinaqin, lakëndër dhe brokolin duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Bizelet. Të gjitha llojet e fasuleve ofrojnë doza bujare të lëndëve ushqyese për ndërtimin e kockave si magnezi, kalciumi dhe fosfori. Përveç kësaj,
Fasulet janë zakonisht të larta me proteinë, të cilat mund të jenë veçanërisht të dobishme për ato që ndjekin një dietë me bazë bimore. Peshku. Peshqit, veçanërisht speciet yndyrore si salmoni dhe toni, kanë sasi të konsiderueshme të vitaminës D, e cila është thelbësore për shëndetin e kockave. Vitamina D është e tërheqme në yndyrë dhe luan një rol kyç në rritjen e kockave, dhe marrja e duhur e kësaj vitamine në kockat tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar kështu edhe strukturën e tyre. Salmoni. Salmoni është ideal për drekën dhe për darkën. Ky peshk është plot edhe me lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin e kockave. Salmoni është i pasur me proteinë që është kyçe në ndërtimin e indit kockor. Ai siguron vitaminën D, të cilët trupi i nevojiten për absorbimin e kalciumit nga ushqimet dhe për të ruajtur në indet e kockave për të mbrojtur kockat, për të mbajtur ato më të mbrojtura nga thyerja, citon Ward. Një arsye tjetër pse salmoni është një zgjidhje e shkëlqyer sipas nutricionistëve është se vitamina D është një lëndë ushqyese e tërheqme në yndyrë, kështu që yndyra që përmban ky peshk ndihmon trupin të përthithë më mirë këto vitamina. Specat. Një spec i madh i verdh përmban 342 mg të vitaminës C. Vitamina C stimulon prodhimin e qelizave dhe forcon kockat dhe mbron qelizat nga dëmtimi, citon Stevens. Vezët. Ekspertët thonë se fillimi i ditës me një vezë të fërguar ose omlet është një mënyrë e thjeshtë për të mbrojtur kockat tuaja. Vezët janë një ushqim i rrallë që sigurojnë në mënyrë natyrale vitaminën D, e cila është e nevojshme në përthithjen e kalciumit nga trakti intestinal. Ndërsa vitamina D mund të absorbohet nga rrezet e diellit, shumë njerëz nuk marrin pjesën më të madhe të dritës së ditës dhe për këtë arsye nuk marrin vitaminë D të mjaftueshme, citon Holly Kelmer. Asnjëherë mos hidhni të verdhat e vezës. Një verdhë veze përmban pothuajse 100% të vlerës ditore të vitaminës K2, një vitaminë e tërheqme në yndyrë, të cilët i jep edhe element ushqyes kockave. Njerëzit e moshuar duhet të sigurohen që të marrin vitaminën K2 të jetë pjesë e dietës së tyre të përditshme për të siguruar që kalciumi të kthehet në mënyrë adekuate te kockat e tyre. Farat e kungullit. Pavarësisht nëse i kafshoni ose i vendosni në sallata, Silverwood thotë se farat e kungujve janë një super ushqim që mund të kenë ndikime të mëdha në kockat tuaja. Farat e kungullit janë të pasur me magnez, zink, fosfor, të gjitha mineralet të nevojshme për shëndetin e nyjeve. Magnezi mbështet aktivizimin e vitaminës D, e cila ndihmon në rregullimin e kalciumit dhe fosforit për të ndërtuar dhe për të mbajtur masën kockore. Zinku është i nevojshëm në përthithjen e kalciumit. Pa zink nuk mund të mbani kocka të shëndetshme. Sipas Klamer, farat chia janë një tjetër zgjidhje spektakolare falë përqendrimit të lartë të kalciumit dhe të magnezit që ato ofrojnë në dietën tuaj. Produktet e qumshtit janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Qumshti, kosi dhe djathi janë ushqime të pasura me kalcium, të cilët mineralet kryesor ndërtues janë edhe për kockat. Përveç kalciumit, produktet e qumshtit janë të pasura me vitaminën D, e cila ndihmon në absorbimin e kalciumit. Sardelet. Sardelet janë të pasur me kalcium dhe vitaminën D dhe kanë një rritje të shtuar të acideve yndyrore omega 3, të cilët janë të dobishëm për shëndetin e kockave. Spinaqi. Spinaqi është i pasur me vitaminën K, e cila është domosdoshme për ruajtjen e shëndetit të kockave. Ndihmon në forcimin e kockave dhe parandalimin e humbjes së tyre. Ai gjithashtu përmban magnez dhe kalcium, të cilat janë të kombinuar dhe të mbështetura për strukturën kockore. Në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as edhe përfshirja e frutit aror siç janë bajamet. Bajamet janë të pasur me kalcium dhe me vitaminën E, e cila ndihmon në forcimin e shëndetit të kockave. Vezët nuk janë vetëm një mëngjes i shijshëm, por janë një burim i shkëlqyer i vitaminës D dhe vitaminës K. Vitamina D, siç u përmend më herët, është thelbësore në përthithjen e kalciumit, ndërsa vitamina K ndihmon në forcimin e kockave dhe parandalimin e osteoporozës. Një vezë në ditë mund të sigurojë lëndët ushqyese thelbësore, veçanërisht nëse konsumohet e verdha e saj. Kështu përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do ju ndihmojë që të keni një strukturë më të fortë kockore dhe nyje më të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të ai informuojnë dhe miqtë e tu.